për të ndalemi tek obligimi i përditshëm që është i muslimanit, pa të cilin nuk mundet të mendohet jeta e muslimanit dhe nuk mund t'i thuhet musliman nëse nuk e bën, e që është namazi. Pse e themi këtë? Nga se Muhamedi alayhi salam na ka bërë me dije se ajo që bën dallimin nga muslimani, nga jo muslimani, është falja e namazit. Nëse shohim historikun e namazit, do të shohim se kjo është bërë obligim në Miraj. Do thënë në momentin kur pejgamberi alayhi salam ngritet në qiell. Para se të ngritet në qiell, Muhamedi alayhi salam, ato ditë ai do të përjetoj dhimbjet më të mëdha në jetën e tij. Do të quhet viti i dëshpërimit, për shkakun se pejgamberit alayhi salam do t'i vdesin, do të ndahen nga jeta dy krahët e fortë të tij, të them kështu, xhaxhai i tij që e përkrahte shumë pejgamberin alayhi salam dhe gruaja e tij, njëkohësisht besimtarja e parë që nuk ishte vetëm një grua për Muhamedit alayhi salam, por ishte edhe një përkrahase shumë e fortë që i ndihmonte shumë pejgamberit alayhi salam. Do të ndodhë edhe viti i bojkotit, do të jetë edhe Taifi, dhe të gjitha këto do të ndodhin para Mirajit, para udhëtimit pejgamberit alayhi salam. Dhe Allahu xhalleshanu për t'ia bërë me dije pejgamberit alayhi salam se ti o Muhammed nuk je i vetëm. Ai Zot që ti të ka dërguar nuk të lën vetëm. Ai Zot që të ka obligu me këtë detyrë të rëndë, ai të qëndron pas, Allahu xhalleshanu do ta thret pejgamberin alayhi salam. Dhe do ta merr në një udhëtim, nëpërmjet të cilit udhëtim Allahu do t'ia mundësoj pejgamberit alayhi salam të shoh fuqinë, të shoh krijimtarinë, të shoh madhështinë e madhe të Zotit, që të jetë një mbështetje e fortë dhe të jetë një motiv shumë i fortë për pejgamberin alayhi salam për të vazhduar më tutje. Dhe pejgamberi alayhi salam, historiku është i gjatë, domethënë mënyra si ka ndodhur nuk është tema e Mirajit, por pejgamberi alayhi salam në momentin kur ngritet në qiell, haron të gjitha brengët, të gjitha mërzit, haron çdo gjë që e përjetoi në tokë, nga se ishte në qiell. Dhe i dashuri i Allahut, pejgamberi alayhi salam, na ka dashur shumë neve. Dhe është në qiell, është në bisedë me Zotin, ai mendon për ne në tokë, dhe ai do t'i thotë Allahu xhalleshanu që të njëjtën mundësi, të njëjtën përjetim që i kishte pejgamberi alayhi salam, me thënë të kenë edhe besimtarët, të përjetojnë edhe muslimanët, edhe ata që do të jenë ummet i Muhamedit alayhi salam. Dhe Allahu xhalleshanu do të jep një dhuratë, të them kështu, një bakshish pejgamberit alayhi salam që do duhet na e sjell neve, që ne do duhet ta kemi këtë dhuratë si kujtim nga Miraxhi pejgamberit alayhi salam. Dhe kjo do të jetë namazi. Dhe pas zbritjes dhe pas urdhrit të namazit, pejgamberi alayhi salam do të thotë se Miraxhi i besimtarit është namazi, që nuk kupton. Ngritja e besimtarit në qiell është namazi. Pse u ngrit pejgamberi alayhi salam në qiell? Pejgamberi u ngrit në qiell me qëllim që Allah t'ia largojë dhe t'ia harrojë brengat. Andaj, Allah e bëri këtë obligim, edhe na dha edhe neve mundësinë që jo një herë në jetën tonë, po 5 herë brenda ditës ne të ngritemi në qiell. Nga se Allahu xhalleshanu i ka dhënë mundësinë pejgamberit alayhi salam të flet, t'ia dëgjoj lutjen, kërkesat dhe të bisedojmë me të, dhe Allahu neve na ka dhënë mundësinë 5 herë brenda ditës ne të bimë në sejdë dhe të lutemi Allahu xhalleshanu dhe me bindjen më të fortë të mundshme e them se njeriu i cili me këtë sinim shkon në namaz, ai asnjëherë namazin e tij nuk do ta kuptoj si një lodhje, si një breng, si një borxh plus, por do ta sheh orën në më shumë raste vetëm e vetëm është afruar koha e namazit për të përjetuar kënaqësinë që e përjetojnë vetëm ata të cilët e kanë bërë sejdën,
kanë rënë në sejdë dhe të gjithë këtë kanë bërë vetëm me një synim. Dhe synimi i tyre nuk ka qenë tjetër pos ngritjes tek Allahu xhalla shanuhu. Dhe këtë ndjenjë nuk ka njeri në botë që mund ta përshkruaj. Nuk ka fjalë të cilët mund të zgjedhin për të përshkruar. Nëse mblidhen të gjithë poetët e botës për të përshkruar këtë ndjenjë nuk munden. Këtë ndjenjë e din vetëm ata që e kanë përjetuar. Paramendoni një person i cili është i lodhur, është i mërzitur, ka borxhe të dunjas, flasim, ka probleme familjare dhe të gjitha këto domethënë i mendon si pasgjidhje, domethënë nuk gjen një zgjidhje dhe ai vjen koha e namazit dhe drejtohet domethënë për në xhami ose për në vendin e faljes ku e ka përcaktuar të fal namazin. Dhe e merr tekbirin e parë, shqipton fjalën Allahu Ekber, lidhet me Zotin dhe kupton se unë jam lidhur një Zotit që më ka bërë me dije se unë kam një fillim dhe do të kem një mbarim. Në qoftë se unë kam një fillim dhe në qoftë se unë kam një mbarim, atëherë a thua vallë problemet e mia s'pas kanë mbarim. A thua vallë ki halli im s'pas kanë mbarim. Pas kanë mbarim dielli, hëna, jeta, gjithësia ka mbarim, s'pas kanë mbarim ki problemi im. Me thënë në mënyrë direkte ndjen qetësinë dhe ndjen fladin që e përjeton besimtari nga imani i tij në momentin kur e fal namazin. Andaj Allahu xhalla shanuhu dëshiroj që ne të mos jemi të brengosur, të mos jemi të lodhur, dëshiroj që ne të pastrohemi nga të gjitha brenget nëpërmjet faljes së namazit. Pastaj neve jemi njerëz dhe ne gabojmë, nuk ka krijesë në tokë që nuk gabon dhe këtë të gjithë e di, por një prej të këqijave që e kanë gabimet, mëkatet, gjunahet është edhe ajo se ata e ngurtësojnë zemrën, e lodhin trunin. Ne e dim fort mirë për shembull, mëkat është ngritja e zërit ndaj prindërve. Nuk ka njeri i cili mund të thotë se unë ngrita zërin, u qortova me nënën dhe pas qortimit isha i qetë, por të gjithë e ndjejnë brengen. Edhe në qoftë se ai mendon se ka të drejtë, por vetëm fakti se e ka ngrit zërin ndaj nënës atë e brengos. Pse e brengos? Është mëkati ai që ngurtëson zemrën, të lodh trunin. Dhe në këtë moment ai fillon domethënë të nxihet jeta, të mos flasim domethënë s'ka njeri i cili arrin të mashtrojë dikën dhe të ndihet krenar pas mashtrimit që e ka bërë, por e ndjen atë lodhsinë, e ndjen atë mërzinë, e ndjen atë brengën. Dhe tash nëpërmjet namazit ne pastrojmë mëkatet. Nëse mëkatet ngurtësojnë zemrën, të lodhin trunin, atëherë nëpërmjet namazit ne pastrojmë mëkatet dhe neve përsëri na kthehet ajo qetësia që e kanë ata të cilët janë pa mëkate. Atëherë Allahu xhalla shanu dëshiron nga ne që ne nëpërmjet kryerjes së ibadeteve, ishte shembulli vetëm i namazit, kjo që përmendëm. Nëse him detajet, domethënë përmendim zakatin, këta domethënë do ndjerim atë që është më e mira dhe do të kuptojmë se jemi ne shumë të nevojshëm që të jemi pjesë e urtësive dhe mirësive të Allahut, dhe në këtë rast me fjalën urtësi dhe mirësi e kam për qëllim kryerjen e obligimeve fetare me të cilat jemi të obliguar. Nuk duhet zgjerohen, por edhe pa e përmendur as pak nuk bën. Namazi shkurt, Allahu xhalla shanuhu thot ekimi sala, falini namazin o njerëz. Por është shumë interesant çështja e Kuranit. Allahu neve na thret që kur të flasëm të jemi të qartë në gjërat që i themi. Të flasëm me gjuhën që njerëzit na kuptojnë. Tash ai Zot që na urdhëron neve të flasim me këtë gjuhë, ai Zot flet në gjuhën më të mundshme që njerëzit mund ta kuptojnë. Dhe është shumë interesant, pas çdo obligimi, pas çdo urdhërese, Allahu xhalla shanuhu menjëherë nuk na le neve të lodhemi, të kërkojmë ndonjë pjesë tjetër ose të kërkojmë në çështjen na urdhëroi për diçka filani, mirë po pastaj u ngatruam, s'di çka tha, por nuk e kuptuam pse. Por Allahu xhalla shanu menjëherë pas urdhrit, menjëherë na tregon edhe arsyen pse ne më krij atë obligim, pse ne më bë atë ibadet, falini namazin, pse më fal namazin o Zot, sepse menjëherë qëllimi na tregon, domethënë pas obligimit. Pse? Sepse nëpërmjet faljes së namazit ju largoheni nga gjërat, ose namazi ju mundson të largoheni nga gjërat e irrituara, që neve na e kanë lodhur shpirtin dhe na e kanë nxjerrë jetën njerëzit të cilat bëjnë veprime të tilla, të irritueshme.
dhe nga gjërat e irrituara, dhe nëpërmjet namazit ju arrini grada të larta të moralit dhe cilësive tuaja në jetën tuaj. Nga çdo gjë e keqe, namazi ju largon. Kështu që nuk mundet të mendohet një njeri të jetë i sjellshëm dhe i edukuar mirë dhe këtë edukim të mos e bëj për një ndër, se për shembull mund thot dikush mirë hoç ti thu se nuk mund të mendohet, por ne shohim njerëz të cilët i bëjnë. Ne kemi fjalën për njerëz të cilët të bëjnë një ndihmë, të zgjatin dorën dhe sillen mirë me ti dhe këtë nuk e bëjnë për ndonjë interes. Unë duhet sillen mirë me dikën për kam një interes caktuar se këtë kam mik, këtë kam drejtor, këtë kam kështu dhe unë s'kam çfarë të bëj. Por bëhet fjalë domethënë për një sjellje, një njeriu i cili nuk dallon të varfrin nga i pasuri, nuk dallon fëmijën nga i madhi, nuk dallon të çmendurin nga i zgjuari. Domethënë sjellja e tij është e njëjtë ndaj të gjithëve dhe nuk bën kështu ndryshime. Dhe ky njeri këtë sjellje ta bëj vetëm atëherë kur do të jetë i lidhur fort me namazin. Pastaj roli tjetër i namazit është edhe ajo se neve na jep mundësinë të takohemi me miqtë tanë, me shokët tanë. Dhe nëpërmjet këtij takimi ne një kohë shumë të shkurtër do ta kalojmë në xhami, për shembull, kemi 24 orë dita dhe nga 24 orë nëse bëjmë marrim kohën e 5 namazeve, neve asnjë orë të gjitha nuk ne i marrim. Por neve nëpërmjet namazit Allahu dëshiron që ne të bashkohemi, të lidhemi, të çajmë dertin e njëri tjetrit, të çajmë dertin e dikujt që s'ka pas mundësi të vijë në namaz, qenë ka i smut filani ose pas ka probleme, atë nga xhamia ne të organizohemi dhe dalëm në krah ati, në ndihmën e tjetrit, në obligime dhe në ndërtimin e jetës në cilën jemi duke jetuar, nga se me njerëz të bëjmë, e tash në qoftë se namazi nuk do t'i tubon të njerëzit. Ne jemi duke parë domethënë në kohën moderne, në kohën që është tepër dinamike dhe njerëzit domethënë çdo gjë sot e kanë të lidhur me mjetet qoftë interneti, qoftë rrjetet sociale, e ke rëndë domethënë njerëzit edhe në përdarka ti bashkosh. E lemo ti bashkosh në për aktivitete tjera ose ndihmesa të tjera. Tash namazi. Kudo që ti duhet mblidhesh dhe duhet të bësh, duhet të takohesh me miqët. Dhe prej atij domethënë duhet shohësh çfarë ka nevojë vendi ku je duke jetuar, çfarë ka nevojë të varfrit, çfarë ka nevojë mali, çfarë ka nevojë rruga, çfarë ka nevojë fëmijët, ose çfarë ka nevojë, domethënë gjitha këto bëhen pas daljes nga xhamia.